Emigrantët shqiptar pasi kanë festuar festën e Pashkëve me familjarët e tyre, këtë të hënë po rikthehen për në vendet e tyre të punës. Fluksi i madh i daljeve nga Shqipëria në drejtim të vendit fqinj, si dhe puna me sportelet e reduktuara të palës greke, kanë sjellë radhë që shkojnë deri në 3 kilometër në afërsitë Kapshticës, radhë cilat vijnë kështu për herë të parë pas shumë vitesh. Shtetasit shqiptar bëjnë me di se kanë deri 2 orë në radhë për të kaluar në anën tjetër të kufirit. 2 orë kam që pres këtu, duhet bëjnë marrëveshje shtet me shtet, që na tolerojnë mos rrim këtu njerëzit. Janë të smur, janë me kalamajnë të vegjël, këto duam. Pasaportat janë, nuk ka vetëm që mos ketë vula, për çfarë torturohemi që rrim këtu? Ka trash lukura, po nuk ka shkjo, se kur i thonë ditë festa, e bën kapur, thu, s'ka problem. Po e keqja është se hynë kështu për radhë. Ajo është që të mundon të lodh 2 fish. Kemi 1 orë ca kemi. Kemi goxha. Losha s'po punojnë, ka dhe shumë makina. 2 orë kemi. S'po të pitë dhe këtë qeveri kemi. Në kushtet të tilla, autoritetet tona të policisë kufitare kanë patur takime me policinë kufitare greke, së pari për të shtuar numrin e sporteleve dhe së dyti për të punuar me procedurë të përshpejtuar për ata shtetas që janë të pajisur me dokumente greke, me qëllim thjeshtësimin e procedurave në hyrje të vendit fqinj. Gjatë ditëve të Pashkëve nga Greqia në drejtim të Shqipërisë kanë hyrë më tepër se 40.000 shtetas.